Shkolla fillore Ndre Mjeda në Rakosh sot kishte një ditë të veçantë. Pasi që punëtori shumë vjeçar i tyre, Gani Arifaj, ditarin të cilin mbajtën e duar për shumë vite, sot ishte dita e fundit për te, me që rast kishte ditëlindjen dhe ditën e pensionimit. I rrethuar në mes kolegëve dhe mezve në sallën e kësaj shkolle, u mbajtën disa fjalime të cilët i kishin përgatitur kolegët dhe nxënësit për te. Gani Arifaj, punëtori shumë vjeçar, e gjithë jetën ia kushtoi arsimit shqip, duke mbajtur gjallë shkollën shqipe në fshatrat Rakosh, Uq dhe Shushic. Shkolla jonë ka një traditë mjaft të veçantë për organizimin e evenimenteve me karakter edukativ, arsimor dhe kulturo-artistik. Kështu që kësaj radhe është pensionimi i mësimdhënësit, drejtorit shumë vjeçar dhe koordinatorit të cilësisë tashmë në fund zotri Gani Arifaj, i cili sot po i mbush plot 65 vite. Fal punës dhe angazhimit të tij të pakursyer dhe të palodhur, kemi arrit që të kapim shumë rezultate të shumta të cilat po na na kanë ngritë si shkollë faktikisht, edhe po vazhdojmë tutje me rezultatet fal punës tij dhe pjesës ekipore të këtyre mësimdhënësve elitarë të viteve 90-99. Pse po e them 90-99? Nëse ndalim nga periudha 40-45, po filloj pak herë qëllimisht që ta bëjmë një korelacion sado pak shkurtër, thuhet në bazë disa statistikave që kanë qenë tek ne shqiptarët 90-95, thuhet që ka qenë analfabet, çka do të thotë që na si shqiptar shumë me vonesë, po me në pjesë e Kosovës jemi zhvilluar këtë aspekt. Në atë kohë ka qenë në Shqipëri Ernest Kuliqi, ka qenë ministri i arsimit ku i ka pru më shumë se 1.000 mësimdhënës të cilët i ka sistemuar për Kosovë dhe ka filluar qysh për asaj periudhë që të zhvillohet arsimi në vendin tonë, ndërsa periudha viteve 90-99 ka bërë bujë të madhe duke e ndërprerë sistemin jugosllav të asaj kohe. Do të thotë këta janë mësimdhënësat që i përkasin faktikisht asaj gjenerate, asaj kohe që e kanë ndërprer, e kanë stupu sistemin jugoslav edhe e kanë anashkaluar me shumë përkushtim, sepse gjithmonë duke menduar më të mirën për gjeneratat të reja. Për një fjalar si drejtorisë komunale të arsimit, zoti Naim Belulaj. Sot tu jem bashk, sepse drejtori nuk mbledh shumë më fol për biografinë e profit ton, Gani Arifit, mirë po do t'i flasë edhe pak disa fjalë për kontributin e profit që ka dhënë deri me sot. Edhe që besoj edhe tash tutje do të vazhdon punën jo aktive, mirë po që do të jetë vazhdimisht prezent aty ku e lyp veni. Profi kishte vazhdu me punën e tina që nga viti 1985, mos gabosha, është përballë me sfidat e ndryshme, me okupatorë dhe asnjëherë nuk o dorëzuar. Unë besoj që edhe sot nuk dorëzohet. Profi kalon gjurmë të pashlyeshme në historinë e kësaj shkolle dhe në shkollat të cilat ka dhënë mësim. Sepse puna tina, sakrifica, mundi që nga kjo shkollat ku ka dhënë mësim, ka treguar edhe vetë puna tina, ka treguar me kodrat të cilat nga vetë mësimdhënësin e fjalë nga profi Gani ka ndalë dhe sot i udhëheqin institucionet komunale dhe ato shtetërore apo nivelit qendror. Kështu që nuk du me zgjat shumë. Unë vetëm du me i uru shëndet e gjithat mirat e çdo herë kërkojmë që t'jesh pranë neve dhe të vazhdojsh që t'jesh një prej udhërefyesve të gjeneratave që do të vinë edhe pas teje. Urime ditëlindja, urime pensionimi, nuk po thojmë urime që nuk do t'jesh më prezent në shkollë, sepse prezenca jote është vazhdimisht në shkollat kudo që na i kemi. Faleminderit. Urime vot. Drejtor urime, me përcjellni mësimdhënës shumë të mirë. Uroj që edhe pasardhësit e tina të janë si profi. Drejtor, na
i kem përgatit një dhuratë simbolike e vogël, po me vjetë madhe. Është kënaqësi të përcjellim ne mësimdhënës tash edhe më herët të përcjellim vetëm pension. Sepse unë qëshe e mojnë men i njëjti edhe po den pension. Urime edhe njëherë e shëndetit gjithat mirat. Kisha dash që t'ja kaloj fjalën ish zyrtarit të kësaj shkolle, veteran të arsimit, i cili ka rrugtu zbashku me drejtorin nga ne, kanë kalun në për lloj-lloj sfide, në për lloj-lloj situate. Sot vërtet jam më i emocionuar se atë ditë kur kom dalë vetë në pension. Atë ditë e kum përjetu se ju kum këshyrë juve gjithëve që keni qenë. Sot po e shoh qysh qenë ka me mbyll një karrierë, sepse po e shoh kolegun tem këtu Ganin, ish drejtorin edhe bashkëpunëtorin e ngushtë që kom pas. Jam në anën tjetër i fortë sepse këtu i kam edhe 6 a ma shumë punëtor që kemi punu bashkë në shkollën e Uqës, prej tyre 2 drejtor shkollave, 1 drejtor i arsimit, dhe që ju dëshiroj sukses edhe në vazhdim. Nëse ndajherë kum përdor si figurë stilistike hiperbolen, sot ndoshta për Ganim do ta zvogloj, sepse të flasësh për Gani Arifin si drejtor edhe si punëtor dhe i kohëve të vështira, nuk është letë ta përmbyllësh një temë, por të kursena dhe me pak fjali. Ashtu si shumica për juve i din, po edhe ka 3 këtu që nuk e kanë përjetuar atë kohë, kur ne shumica e punëtorëve që sot fatkeqësisht nuk janë mesin tonë dhe do t'i kujtoj gjithë me mall që na kanë ikë në botën tjetër dhe karrierën time e kum fillu me ta dhe sot ata na mungojnë shumë. S'fundme do t'a kujtojmë Hasanin i cili na ka ikë i ri dhe i bish Hasanaj, po ashtu, cilin do t'a kujtojmë gjithë kolektive dhe gjithë ata që e kanë njoft. Ne i përjetuam une në këtë shkollë bashkë me disa 4 periudha. E përjetuam vitet e 70-ta, kur ne fituam kushtetutën e 74-shit, ishim me të vërtet gëzuar dhe përjetuam qaset mira në arsim. Pastaj, fillun periudha e 80 viteve 80-ta. Periudha e 81-shit fillun demonstratat, fillun diferencimet, dhe këtu në këtë salë flas për ata 3 cilët nuk e kam përjetu. Por në këtë salë, kjo nuk ka qenë vetëm salë e arsimtarëve, e mësimdhënësve ku kanë bisedu bashkë për orët mësimore, për përgatitet, për planet, por këtu është bon edhe gjyqi. Këtu ka pas edhe gjyq i komunistëve. Mund këtë salë është gjyku mësues Ibrahim Ali Demaj nga punëtorët e komitetit atëhershëm. Këtu e ka marrë dënimin. Por, fatbarësisht, asë një mësimdhënës, këtu është Selimi, është Isufi, është Niko ma vonë, ka orë dhe në veri Ganeu, e disa tjerë, nuk e ka qu gishtin për me gjyku, është edhe Regjepi dëshmitar, mësuesin Ibrahim, që është gjyku këtu prej komitetit. Kjo salë ka histori, kjo salë kur më kujtohet, e çfarë periudha ka kalu, vërtet është një kohë që sot na emocionon. Une jam jashtëzakonisht i privilegjuar që jam mesin e juaj, që kem një tradit 3 dekadash, kum pas fatin që vinë këtë salë, po ju në këtë ku ka të mirë, po në ku shumë të vështira se kujtohet edhe kur i dojshëm edhe onën ka rishi okupatori serb e ka ullë shumë ne, me të thot drejten, si i ri këtu, 21 vjeqarë, këmë fillu punën, ju marrë 1 orë e gjysë kom, për ju të regoj mësusve edhe mësusë aftëri, se tash jam zavens drejtër i shkollës edhe kam bashkëpunim shkollën me Delia. Për ju të regoj që kem punu pa pagë, po kem pas një vullnet, pa shëq, edhe asë njëherë nuk jem dërzu. Unë e kom marrë me 2 pork pucë, do me thonë, me cizme dhe në kërnina, këne i kom marrë pucë, edhe ju marrë ndoshta edhe pa ushqim, por vetëm e vetëm të mbojmë gjallë arsimin shqip. Edhe fol arsimit,
fol luftës, fol bashkëfshatarëve këtu që asnjëherë nuk i harrej, që na kanë mirëprit, na kanë dhënë bukë, na kanë respektu. Unë do të jem me njës të njëjtën, pavarësisht që kam edhe një biznes, fote ka dashur, po arsimin nuk e kam shu asnjëherë, sepse e du edhe do të du derisa të kam frymën e fundit. Respekt gjithaj. Më ndoj shumë. Edhe në dhuratë simbolike e kam pru portretin e komandantit legjendar Adem Jashari, e që është dhurata më e çmueshme. që unë Atë kisha dashur t'ja kaloj fjalën mësuesit Isuf, i cili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm dhe ka punu një kohë shumë gjatë me drejtorin nga ne, po besoj që mund të ky një 2-3 fjalë nga prizmi ose nga kendi vetë që të ngarthen për drejtorin nga ne. Unë sot kam edhe kënaqësi edhe mallëngjim, emocion, sepse po sa hyra në këtë shkollë, do të thotë më njëherë u ktheva në të kaluarën. Kemi punuar në këtë shkollë në rrethana të ndryshme, por sot do t'i veçoj vetëm ato anë pozitive, se po dihet në çfarë rrethanash. Mirë po, kemi pas harmoni, kemi punu me nxënës, kemi arrit rezultate në mësim, në aktivitetet lira, kemi organizu shëtitje, ekskursione, i kemi pa nxënësit të u kënaq dhe jemi kënaq edhe vetë, por vitet kalojnë nuk ndalën, nga ne nuk janë ndalë as për ata para neve, as për neve, nuk do të ndalën as për ju tjertë, por me rëndësi është që se cili ta arri, do të thot, pensionimin dhe konsideroj që të pensionohet punëtori është një fitore, jo humbje. O tha shumë për Gani Arifin dhe unë po jam i bindur se as gjysa e punës së tij dhe kontributin që ka dhënë këtu në edukimin dhe arsimin në shkollat e Uqës dhe të ndërmjetës në Rakosh nuk është thënë. Por kthena prapë ti përsëriti ato fjalë nuk po më duket edhe shumë e arsyeshme, andaj kom pas nderin dhe kënaqësinë të jam të isha nxënës i tij, të isha kolegi i tij dhe të punoja bashkë sepse si nxënës hapat i kom marrë nga arsimtari Gani, por edhe si drejtor hapat e parë i kom marrë duke falendëruar ish drejtorit në Radin Imerit dhe Gani Arifit, të cilët shumë shpejt i kom marrë hapat e parë dhe njohuritë e para në udhëheqjen e arsim. Prandaj në emër të shkollës 3 dëshmorë të shkollës shqipe e falenderoj për punën dhe kontributin, sepse në ato vitet e 90-ta kur ka jap mësim kë, nuk kanë qenë shumë të lehta, prandaj edhe në emër të shkollës son e falenderoj dhe uroj pensionim dhe shëndet të mirë zotërit Gani Arifaj. Urime dhe përshëndetje. Kjo është nga kolektivi 3 dëshmorë të shkollës shqipe që ke punu dhe janë mirë njohës. Gjithë kanë pas dëshirë më këtu, por për shkak se është mësim edhe prandaj mos me humb mësimin, pra përshëndetje i ki nga gjithë mësimdhënësit dhe stafin ndihmës. Faleminderit shumë. Dhurata më e çmuara unë nuk kam marrë në jetë. Faleminderit shumë. Je dhe njeriu më i çmuar për ne. I dashur gjysh i shoqes tonë Vanesës, arsimtari Gane. Në rastin e ditëlindjes tuaj, ne vendosëm të shkruajmë për ju. Urime ditëlindja e 65. Të dëshirojnë shumë vite me plot shëndet e lumturinë e jetë. Në nxënësit e klasës së 5, unë ndihem të obliguar që të shkruajmë disa fjalë për punën e juaj në shkollën tonë. Duke u bazuar në fjalët e prindërve tonë, ju është shembull si drejtor dhe si arsimtar i lëndës së historisë. Duke kaluar shumë sfida dhe sakrifica në shkollë, që sot nxënësit e shkollës tonë janë krenar me punën tuaj që keni bërë deri më tani. Gjithmonë do të jemi mirënjohës për punën tuaj të palodhshme. Me shumë respekt dhe dashuri, nxënësit e klasës së 5 se bashku me mësuesen Xufe Bicaj. Faleminderit shumë. Në fillim, i përshëndes gjithë kolektivin që është për momentin këtu,
gjitha ta shok që kom punu me ta bashk, e përshëndes drejtorin e uqes edhe të shqis drejtoreshen, shumë edhe Isu Ibrahimi që ka mujtë me dal, për nuk moj sëd, me qenë se për cilin pension ganin, pa full për ta. Për herë të parë, kër e kom marrë ditharin dur, gjeneratës ti i kom dhonë praktik mësim matematik. Dhe të thëtë, ajo kur ka qenë? Në vitin 74. Për herë të parë, i kom su këtu që ka ndalë pension i sufi e këta të koknasi e madhe, me i poti në zonë sa tu, që janë rrit edhe ka ndalë pension. Por vetin jam krenar. Unë do të flasë shumë shkurt. Spori përshëndes të gjithë, drejtorët e uqës dhe të Shushitës, mandej Nuruddinin edhe këta të tjerë. Unë do të flasë shkurt, spori anisi për shokun e punës dhe të jetës, ka qenë një figur uniteti. E ka kriju një unitet në shkollë, që ma vonë ka vazhdua unitet edhe të drejtorët Naim Sadriu edhe drejtori aktual. Tani, sa po shof edhe po vi buku shpesh në shkollë, po ka nërë generatat e reja, shifet atmosferë pune, atmosferë mësimi, që shumë jam e knoqë, shkolla ka lëvizu edhe nga mrenda, edhe nga jashtë. E arsimtarit nga një i dëshirojnë shëndet e qëtë të mirë në medje. Për të marrë fjalim për ish drejtorin nga njëri që nga edhe emocionu se për faktin që është tash në moshën e pensionimit, meritat dhe vlerat e drejtorit apo ish drejtorit nga njëri apo arsimtarit nga njëri janë vlerat e pashmushme të cilat vlera i ka treguar gjatë karrierës e tij, i cili në kohët më të vështira ka rrezikuar edhe jetën e tij, vetëm që shkolla shqipe mos të ndalet, por të vazhdoj edhe të gjithë nxënësit të mund të arrijnë apo të gjithë gjeneratat të kenë arsimim të mirëfillt. E kemi gjetë një zgjidhje duke e falëndëruar ish drejtorin tani mësimdhënësit që po na del në pension dhe fal punës, sakrificat e tij dhe gjithë punëtorëve që jemi këtu, edhe kolegëve sot jemi këtu. E falënderoj nga zemra dhe i dëshiroj jetë e gjatë. Faleminderit arsimtari Gani, faleminderit për gjitha të mirat që ja ke bërë kësaj shkolle, këtij rrethi. Faleminderit edhe prej familjes time edhe në përgjithësi. Edhe një herë, dhash Zotit që të kesh shëndet mirë, atë familje të kesh gjithmonë mirë dhe ju uroj gjithë mësimdhënësve të jenë shëndosh e mirë dhe të dalëm në pension ashtu siç ka dalë arsimtari Gani. Faleminderit për gjitha. Faleminderit ish mësues jam, po thamish mësues jam sepse fillet e para i ka marrë pikërisht nga ju. Shkronjat e para që morë përkërësh nga ju, kështu që jam falenderus për gjithë përkushtimi maksimal që ke bërë ndaj meje dhe gjithë gjeneratat të arta deri me sot. Kështu që kisha dasht, nëse ka ndonjë vullnetar, m'ia kalu fjalën, ose është ardhur edhe koha e mirënjohjeve që ta ndajmë edhe mirënjohjen për nga shkollat të cilën e ka përgatit shkolla një dhuratë simbolike dhe një mirënjohje për arsimtarin Gani. Unë e di që kjo është vetëm letër, por ka vlerat e larta, sepse mrenda saj fshihen shumë margaritar, shumë cilësi të cilat i ka pas ky person, ka pas ky individ cilësi të jashtëzakonshme që e ka dashur shkollën, e ka dashur punën. Unë shpesh herë ju marr edhe shembull pikërisht sa dhe në Ledhë, ju e dini mësimdhënës dashur që ju them çuku keni modelin këtu përpara se si duhet punohet, se si duhet dashur puna, se si duhet dashur nxënësi, si duhet thellohet relacioni mësimdhënës prindër edhe mësimdhënës nxënës. Atëherë kur nuk funksionon trekëndshi pedagogjik mirë, binduni që nuk do të keni asnjë rezultate.
keni pas për mrenda kësaj shkolle gjithmonë gjeneratat e arta, e një ndër ta, masi që bëhet fjalë është edhe drejtori Gani, është edhe mësimdhënësi Gani dhe koordinatori Gani, i cili ka arrit të forcoj këto relacione një herët edhe me komunitetin, edhe me nxënësit, edhe të jetë më i afërm dhe më i dashur për ta, që do të thotë që nëse dojmë të nxjerr kuadre sa më cilësore, duhet të jemi sa më të thjeshtë, gjonat e vështira duhet më shkutuj thjeshtësu që të jenë sa më të kapshme për ta. Një ndër ta dhe një modeli shkollës deri me tani më thonë që ka qenë arsimtari Gani. Thuhet shumë specifika që mosha, në bazë moshës, nuk po mujnë me përdorë teknologjinë. Jo, ai që ka vullnet, ky pavarësisht moshës, ka qenë i pari i cili ka përdorë teknologjinë në shkollën tonë. Ka qenë i pari që i ka ndezë televizorën në shkollën tonë. Laptopin ashtu, ka qenë gjithmonë afër nxënësave. Atëherë, keni çka të inspironi mësimdhënësa dashur. Keni çka të thirrni, keni ku, keni pas çka të shihni, vetëm ju mbetet juve që ta zbatoni, ta dëni punën cilën jeni të përcaktuar edhe nxjerrim kuadra sa më cilësor. Mos ta humbim me mundin e tyre, sidomos periudhën e viteve 90-99 është një etapë në vete. Kjo është një etapë në vete ku i bëri shkputi që e thash edhe më herë sistemit jugosllav e largoi komplet sistemin jugosllav, e largoi komplet literaturën e tyre dhe ju thanë jo, nuk do të mësojmë na në gjuhën serbokrate, po vetëm shqip. Filluan tani shtëpi shkolla, e citoj edhe ish zyrtari që tha u vranë edhe 3 burra tuqës duke mbrojtur dinjitetin e nxënësa dhe dinjitetin e mësimdhënësa dhe shkollës shqipe. Nga aty u vun gur themeli pra e shkollës shqipe që u barikaduan këta dhe i kanë thënë jo mësimit serb. Atëherë kemi çka të inspirohemi, kemi çka të thirrmi, pse na sot nuk punojmë sa kam punu këta atëherë. Lind pyetja pse, të fillu prej meje e deri te ju. Pse? Sepse ndoshta na mungon përkushtimi, vullneti, kur lirin na e kemi prezent, nuk dim ta shfrytëzojmë sa duhet. Po ju bëj thirrje, amanetin e këtyne, ta vazhdojmë dhe ta çojmë deri në fund, nxjerrim gjenerata sa më cilësore se kur i shohim na gjenerata që po janë të suksesshme, ajo është qelësi jonë primar. Mos ta bëni shkollën si një vend pune. E kam thënë për mediat ndryshme, po e them, po e citoj edhe sot. Mos e konsideroni vend pune këto. Ky është mision i shejt. Jo gjithkush mundet me dhon kontribut në arsim. Jo gjithkush ka veti unike për me punu me gjenerata. Atëherë, në lidhjen e punës, punoni, keni shembuj mjaft inkurajues që shumë shpejt do të na vijë koha edhe neve në radhë parë inshallah e presim, edhe vimin në moshën e pensionimit, mirë po kur kthehemi mbrapa, nëse s'lajmi gjurmë, atëherë për çka punum? Keni kujdes, punoni me dashuri, duani nxënësat, duani gjeneratat, sepse ata janë e ardhmja jonë. Duke respektu orarin, duke respektu kolegun, duke i respektu nxënësat, duke i afirmu të ardhmen tonë, atëherë na ndërtojmë shtetin. Baza, themelin e shtetit është arsimi. Jemi përcaktu këtu ta dhëmë maksimumin. E dim që nuk kemi pagën të dinjitetshme, mirë po vullneti, përgjegjësia morale nuk do të më dobësu asnjëherë të kjo. Pavarësisht pagës, vullneti, morali duhet të jetë niveli më i lartë kombëtar, shqiptar, cilën e kemi tarzuar ndër gjenerata, ndër shekuj. Atëherë vazhdojmë me dashuri ndaj punës, me dashuri ndaj nxënësve, me sakrificë sublime për të ecur tutje, sepse shumë gjak u derdh për këtë shkolla, shumë gjak u derdh për këtë vend. Ne sot fal gjakut tyne po e gëzojmë këtë liri. Po e gëzojmë këtë liri. Atëherë ju bëj thirrje që ndoshta mos ta zgjas shumë, ju bëj thirrje që keni pas mjaft shembuj ku thirrni se si punohet me dashuri, se si punohet me përkushtim, edhe unë nuk do ta zgjas më tepër, veç se kisha dashur me nda mirënjohjen nga shkolla për arsimtarin nga ne, për ndamin e kësaj mënyre po du me veçu ose me falenderu ish mësimdhënësin e shkollës tonë në Vermula, mbasi që sot e kemi edhe si musafer. Po thom musafer sepse sa herë që tash nevojë prapë është mesin tonë, mirë po masi është i krahit, mos me thonë Drenis, po i krahit tjetër a ne, e tha vetë PDK-s u zdashta me qilë këto, po dojna me falenderu.
Me të vërtet keni nderu shumë edhe 2-3 fjallë s'konçore për i full, për shkak se unë këtu nina fakt su kënë shpitem, kum kalu kurat ma të vështira zboshku me Ganin, me Nurën, me gjithë, me Shabonin, me Tofën, me Selimin, me gjithë ju, me Regjen, se Ramizin, tash po ndalin shumë, po kem kalu ku ma të vështira këtu edhe gjithëherë me konë me njës edhe jo me njës për Ganin e për gjithë juve, falenderit se më nderut me këtë mirënjohje. Respekt. Faleminderit shumë. Faleminderit. Atëherë kolektivi i shkollës e ka traditë shkollore ose dekadore, më të them, që të ndan edhe 1 orë për arsimtarin nga ne. Këta është nga kolektive, kështu që uroj ta gëzosh e të prish shëndet. Ja, dash arsimtar Fisuf se keni punu ma gjatë, po në të kom pas drejtorin e parë të kësaj shkolle, që e kanë pedagogi, s'po dish më thëmë fjallën i shkelqyr, që kemi marrë dhe mësim pejteje. Ne me të shkollës të Mehmet Akif, të shërojmë shëndet s'pari, rime, pensionimi dhe... Shkolla Mehmet Akif edhe 3 dëshmorët edhe dremi dhe shkollat mija. Ndërat simbolike. Faleminderit shumë. Hi edhe të fala këtë gjithve dhe pse jemi gjenerat e re tash, po... Çfarë t'ju them? E çfarë mos t'ju them? Do të përpiqem me kon shumë i shkurt se është elaboruar mjaft. Ajo për punën tonë kolektive, e në veçanti edhe për punën time këta që jem protagonisti i këtij evenimenti. Unë do ndola në 3 shtylla. Historia shkollës shqipe është histori krenarie. Historia shkollës shqipe është histori sakrifice. Dhe historia shkollës shqipe është historia gjakut. Unë mendoj që nëse analizojmë këta 3 faktorë, mbrenda tyre mujmë me gjetë shumë çka. Prej fazës së pas luftës, kur është hapa dhe kjo shkollë, në zhdukjen e analfabetizmit, në përfshirjen e femrave shqiptare në mësim, dhe historia ngriqjes së shkollës, zhdukja e analfabetizmit, kthimi i gjunisë femnore në shkollë, ishte krenari. Kemi periudën e sakrificës, vitet 80-90, nuk do të këshona prap t'i përmendat, se u përmenden këtu. Vërtet ishte sakrificë. Edhe histori gjaku, kur po them, që ndoshta nuk tingëllon fort mirë, po është një realitet, e kemi të freskët, ramjen dëshmorëve në Uq, për shkak të afërsisë gjeografike që kemi pas me Uqën, me shtëpinë time, ndoshta kom rrinë ndër, s'po them ndër të parët, po aty diku. Edhe pastaj, çfarë do të themi sot dëshmorëve që ranë për shkollë? Çfarë do t'ju themi? Do t'ju themi që jemi të fundit të pisë? Jo, nuk jemi të fundit. Po do të punojmë me ngulm, me ngrit rezultatin të nxënësit. Kemi këta prind të shkëlqyshëm, që në u gjendën kohë shumë vështira. Shkitu mundu me mbyllën një shkollë. Po i hapen 30 shkolla. Tu një prej Kërninës, e dejnë, unë po thomë, dejnë Rovic atje. Edhe po këta mësimdhënës, pa asë një fjalë ma të keqen, pranum, ishin stoik, dhanë kontribut dhe mbajtën gjallë. Kjo është ajo krenaria. Kjo është krenaria që e mbajtën gjallë. Unë rastisht një ditë kom gjetë një falloj, Nuradini po i qunë spisak, po që ashtu shkrunte, një listë. Qka është mundu drejtoria dhunshme me na përqa edhe me në shkolle?
Ne dim se të gjithë mësimdhënësit shqiptarë në krejtë Kosovën janë përjashtu për i pune, nga pushteti serb. Por e përdoren një farë metode, hajde po i përjashtojmë me listë një 15, na ishim 50. Njërë që më spëmbujmë i këta në mes veti, mi thonë pse ti po e pse unë jo. Po jo, nuk ndodhe ashtu. Nuk ndodhe ashtu. Ishim në kup çdo herë. Ishim ekip i shkelqyshim çdo herë. Prandaj kemi arritur deri këtu. Nuk kam fjalë, vërtet. Nuk kam fjalë. Sa shumë du me thonë, nuk di që ka me thonë. Edhe kur nuk tham shumë, tham shumë. Është artë edhe rasti ose koha për me pret tortën, e kisha ftu arsimtarin nga ne që ta pret tortën në prezencë të gjithëve këtu së bashku. Unë e thash edhe në fillim e përgjoj dizajnatorin që përballë ki. Por pa faqësia thësh. Po. Historia jonë, që përpara e kom histori, e kom emrin e rilindasit në Dremjeda, që për shumë kënë ka njerës që ka pëlqy fort, por është gjenerate periudhës e rilindasve, mani mengte, nuk është me një vogël. Po këtu kom historia. Unë në Nxansve i kom thonë çdo herë ka një herë se historia është mësuese e jetës. Vërtet është kështu. Sepse përmes historisë, unë jam mundu të Nxansve me përcjell edhe matematik, edhe fizik, edhe kimi, edhe biologji, edhe art, edhe të gjitha. Prandaj për këtë nuk po e tham unë, nuk është shprehje jemja, që historia është mësuese e jetës. Me pre një qërë që tu, po i bjen NATO që tu bashkë. Ku i karo NATO. E në fund të kësaj ceremonie, ish mësimdhënësi i kësaj shkolle, Isofi Ibrahimaj, recitoi disa vargje të poetit Mitrosh Kuteli. Jam shqiptar, e kosovar, zot e krenar, zot e bujar, mbi këtë dheje që e kam si fe, e për mbi fe e kam vatan more, e kam atë dheje, që gjyshës tër gjysh, brez pas brez, këtu lindi, këtu vdes, ti shkja thret, ti shkja bërtet gjerlar të ret se jam barbar, por jo, nuk jam si thua ti, si buqet ti, ti shkja e zi. Unë vendin ti me dua, pa i lirin e dua, e s'dua kraj las mbret mbi mua. Se jam këtu, kur s'kish njeri, s'kish kufia shkja të zi. Unë jam këtu kur mali i zi ish i liri, dhe nga njeri det në tjetrin det, isha zot vet. Unë jam këtu, e do të jem dem baba dem, sa mali të bëhet hi, e hiri mal për sëri. Jam si më she, e si më nje, kësul bardh e krye lidh me shami për trimri, dhe kam uri për liri, sa s'ka njeri. Se babën tim ma vran në qalnikët, po të poruqnikët, pse ish kosovar, e ish zot mbi këtë dhe. Dhe tokën që i kisha nga gjyshi e stërgjyshi, me qindra vjet, me mira vjet, ma morën. O borrin bre ma morën, e ngritën për vetën shtëpi para syve të mi. Ma dha në armë, ta vraz vlan. Por s'desha, nuk desha. Më thanë të ik në Stamboll Anadol. Por malli i tokës nuk më la, as gjaku i babës nuk më la. Dhe mbeta këtu, ku jem e do të jem. Durova, sa s'duron njeri. E prita,
Prita gjërsa për mu të vi dita dhe roka armët për liri, që ta shëmb shkjat kufi që ndanë të qanë të vlazëri. Heu kombi lirë shqiptar, ju kosovar, mos harroni gjakun e derdhur për liri e pavarësi, që nën këtë qilë të valoj vetëm një flamur, kuq e zi